Të nderuar tetovar, Tetova nga një qytet që ishte burim i dritës së diturisë, gjallërisë rinore e studentore, shumë lagje të këtij qyteti janë kthyer sot në geto pa siguri, pa ndriçim, me shumë rreziqe dhe tani më edhe pa shumë kushte elementare. Shumë lagje të Tetovës sot janë mbuluar nga teri, pa ndriçim publik si pasojë e keq menaxhimit dhe mos mirëmbajtjes së ndriçimit të vendosur në të kaluar. Për të mos mjaftuar kjo, tani këto lagje dhe jo vetëm janë mbushur me qenë endacak, të cilët kanë zënë vendin e rinisë që dikur i jepte gjallëri këtij qyteti dhe po rrezikojnë edhe ata që kanë ngelur. Si pasojë e kësaj gjendje sot sporti, kultura dhe zhvillimi shihen si luks në Tetov, sepse qytetarët përballen me mungesën e kushteve elementare, si ndriçimi publik, siguria, mungesa e ujit, higjiena dhe shumë kushte të tjera që i takojnë një qyteti të frymojë me dinjitet. Të nderuar bashkëqytetar, më 19 tetor nuk votojmë për zgjedhje të zakonshme lokale, por për t'ia kthyer krenarinë qytetit tonë.